Republikës, ne kemi garantuar. nëse ti nuk ja u garanton numrat, vota. Ja u garantojmë numrat. Ne kemi garantuar numrat, vetëm dërgoni emrat. Ja. Jo po. Me Vajl Bajqenovci, që apshin qumë Muhammedin Kulloshin, Ilir Dugullin, Derim Sholin, Pezom, Vedon Surujn, kur veja vërët për tasë. Gabim. Kur? Gabim. Beson shumë që mos kish besu opozita që mundën që të zgjedhe me dëmtu Albinin. Gjithçysh ja kish propozu 3 emra. Çka po dëmton Albinin? Mas poj për Keno, me fajl, tash është debati përgjithshëm kjo. Mos i thuni be opozit, Kosova ka grupe politike opozitare. Nuk ka opozit bashkuar, ata s'mujnë me i bo 30 numra bashkë. Sepse domthon kanë interesa ndryshme. Po skondër Albinit po bllokuan, po bëhen të Belaja politike demartohet. Ju keni qef që edhe lista sërbs ka me konë me ta. Po janë shpesh, po na bllokuajnë në çdo vendim kur po jem puna në kuvend. Apo më lirë. Ja, asti vendim. Po 200 milionë që e bllokuan. Ja. Ridi. Belaja politike. Listët sërbs ka bilet që ju i keni përjashtu kështu. Ko i kena përjashtu? Me karate. Ti japi me emër kësaj pune. Belaja politike nuk ndodh midis Albinit dhe PDK-s. PDK-ja ka të qartë raporte me to. Edhe pse ka shku zoti Hamza në takim te Kurti e ka pasur të qartë që me të epilogu nuk prodhon kompromis. Belaja politike demarkohet, kufizohet në 3 figura. Ato janë Albin Kurti, Vjosa Osmani dhe Lumir Abdigjiku. Në këtë habitat politik, shtrihet diskutimi, replika, akuzat të ndërsjella dhe gjithë lëmshi politik i krijuar në Kosovë. PDK-ja është në pritjen e madhe se shpëndohet në gjykat speciale në një proces tepër historik, të rëndësishëm, jo vetëm politikisht, po për historinë tonë dhe e mban raportin konfuz të vendimarrjes. Fare nuk e jep PDK për popullin, po është të i prit ata. Shiko, jo të i prit, po ndodhet në një situatë të konfuzitetit të asaj lloj vendimarrje për drejtimin këtu pajtona. Ka përgjegjësi. Unë po e flas të vërtetën. Ka përgjegjësi. Kjo është e vërteta. Kështu që po pak edhe e komoditetin, bëni gati sondazhin